billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbolimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, çdo herë dhe pa ndërprerje, ja adresojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë të nderuar, vazhdojmë me trajtimin e jetëshkrimit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe siç e dini, jemi në pjesën e thirrjes publike nga ana e tij, i cili është ballafaquar me vështirësi të shumta, fillimisht me pengim të davetit të tij, të thirrjes së tij në mënyrë paqësore. Kur themi në mënyrë paqësore, ne kuptojmë mos shpalljen e luftës direkte ndaj tij dhe të pasuesve të tij, por kjo nuk do të thotë që ai nuk ka përjetuar dhunë psiqike dhe ngarkesa nga më të ndryshmet për ta penguar thirrjen e tij. Dhe pastaj kemi vazhduar me periudhën kur ata tani më i shpallën luftë direkte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për ta penguar nga thirrja e tij për në Islam. Historia islame njeh shumë figura prej sahabëve të cilët janë torturuar në mënyrë të paimagjinueshme, vetëm se thërisnin për në rrugën e Allahut Madhërisëm. Andaj, sot dhe javën e ardhshme, inshallah taala, do të flas për disa prej figurave më eminente të sakrificës për në rrugën e Zotit. Ata që më shumë të janë torturuar, vetëm se kanë thirrur në rrugën e Allahut Madhërisëm. Për sot do të flas për dy figura kyçe, për Ebu Bekrin radhiyallahu anhu dhe Bilalin radhiyallahu anhu. Çdo herë është krijuar ajo përshtypja se vetëm sahabët e dobët, sahabët që nuk kishin prardhje të fuqishme familjare apo ekonomike, janë persekutuar, janë torturuar, ndërkaq që ata të cilët ishin prej familjeve aristokrate, mendojnë që nuk janë torturuar dhe nuk kanë vuajtur në rrugën e Allahut Madhërisëm. Përkundrazi, një ndër personat që më shumë t'i ka vuajtur, madje mund të themi që prinë në këtë drejtim, është pikërisht Ebu Bekri radhiyallahu anhu, i cili përkundër faktit që rrithte nga një familje aristokrate e fuqishme, ishte tregtar shumë i pasur, ishte njeri i arsimuar, nga të paktët e arsimuarit asaj kohe që dinte shkrim dhe lexim, ai ka përjetuar tortura të tmerrshme. Dhe për këtë na tregon Aisha radhiyallahu anha, e bija e tij, nëna e besimtarëve, gruaja Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e cila thot, një ditë prej ditësh u grumbulluan ata 80 musliman për burrave musliman që ishin dhe po qëndronin me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ndërkaq që Ebu Bekri insistoi që të dilnin publikisht thrisnin për në rrugën e Allahut. Pra për besimin në Allah si Zot dhe për besimin në Muhammed Mustafa si pejgamberi i tij. Ndërkaq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte i pajtimit për arsye se ishin të pak në numër dhe kishte frikë për atë se çfarë mund të ndodhte me ta. Dhe i tha Ebu Bekrit, jemi të pakt, pra nuk është koha që ju të dilni dhe të thrisni publikisht, ashtu siç filloi të bënte pejgamberi jon i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por Ebu Bekri, nga dashuria e madhe që kishte për fenë islame dhe për të thirrur për në rrugën e Allahut Madhërisëm, e që realisht kjo thirrje ishte shpëtim për në xhenet dhe shpëtim nga zjarri i xhenemit për të futur në xhenet, ai një ditë për ditësh doli publikisht në Qabe edhe filloi të thriste për në rrugën e Allahut. Filloi të këshillonte njerëzit që ta besonin Allahun si Zotin e vetëm meritor për të adhuruar. Filloi të thriste në pasimin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam si pejgamberi i Allahut e kështu me radhë. Kur e dëgjuan që Ebu Bekri po thriste publikisht, ju vërsulën gjithë ata që ishin rreth Qabës. Edhe e rrahën aq tepër sa që erdhi Utbe ibn Rabia, një ndër më të poshtrit e banorëve të Mekës, e Paris Mekës, edhe
me qenë sa ata vetëm se e kishin shtri për tokë Ebu Bekrin, e kishin rrah tepër, me këmbën e tij e ja shtypte kokën Ebu Bekrit. Edhe me sandalet e tij ja gërvishte fytyrën. Aq sa transmetimet tregojnë se nuk i është dallu hunda prej fytyrës. Çaq e kanë ajë prej dajakut. E ja kanë bë shpinën më të butë se të barkun. As tepër e kanë rraf, derisa është alivanos prej dhimbjeve të mëdha mo. Plag nga të gjitha anët, gjak, ajtje, dhimbje, alivanosje. Atër vinë antarët e kabiles vetë që është kabila Benu Tejm. E marrin, e kur e shohin çfarë gjendje është Ebu Bekri, kanë qenë të bindur që ky nuk pushton gjallë. Çfarë gjendje të rëndë ka qenë. E çojnë te shtëpia, kur e çojnë te shtëpia, kthehen në mejdan të Qabës, edhe thonë, nëse vdes Ebu Bekri, na do ta vrasim Utben. Utbet ibn Rabia, çaj që ja ka shkaktuar Ebu Bekrit këtë torturë të madhe. Këtë ka bëj jo për besimit, sepse s'kan qenë besimtar, kanë qenë idhujtar, kabila e Ebu Bekrit, po nga fanatizmi fisnor që ka qenë shumë i theksuar asaj kohe. Pra, kabila me kabile është shty. Ti na ke lëndu kaq tepër antarin e kabilës tonë që Ebu Bekri ka qenë ndër më të shuarit, ndër më të nderuarit, nëse vdes, ne do të vrasim ty, një për një. Kur e çojnë te shtëpia, qa me pa nona vetë, Ummul Khair, ka qenë nona e Ebu Bekrit. Kur e shenë çfarë gjendje është Ebu Bekri, të merrohet. I afrohen edhe i thonë, dëgjo, merre edhe trajtoja atë mirë. Jepi me ngranë dhe me pi, derisa të këndellet, edhe të forcohet. Pak para se me perëndu dielli, pra në përfundim ditës, i qel sytë Ebu Bekri. Momentin që i qel sytë, me njëherë, thot madha fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thot çka ka bëu Rasulullah, çka ka ndodhur me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Para mendoni çfarë gjendje shëndetësore ka qenë Ebu Bekri, nuk pi kujtohet vetja, i ka harruar gjitha dhimbjet që i ka, gjitha gjak që po i rrithte. Po thot çka ka ndodhur me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, çfarë dashurie të madhe dhe të sinqertë kanë pas për pejgamberin ton dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ata për rreth po i thon, a je në vete që e të thon. Po këtë që ta ka bë Muhamedi, edhe Allah po interesohesh për Muhamedin. Ti shkaku i tij i rraf, çfarë gjendje je, je në rrezik jete. Edhe Allah po interesohesh për Muhamedin. Thot më tregoni çka ka ndodhur me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata prej nervoze ikin, edhe i thon nonës vet, merro ti me ta, ushqeje, jepi për të pi në mënyrë që të këndellet. I afrohet nona vet, i sjell ushqim, i sjell ujë, i sjell pije, edhe i thot merr pak, ha e pi. Thot jo pasha Allahun e madh, as nuk ha, as nuk pi kur gja, pa e ditë çka ka ndodhur me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Insiston nona vet Ummul Khairi, i përgjërohet, aman, ha diçka e pi diçka se je në rrezik jete. Nuk e ke gjendjen e mirë. Thot jo, thot shko thot tek Ummu Gjemil. Ummu Gjemil ka qenë e bia e Khattabit. Khattabi ka qenë baba i Omerit, Omer ibn al-Khattab. I thot shko thot edhe pyete se çka ka ndodhur me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Thot unë nuk di çka ka ndodhur, pra ona vetë thot unë nuk di çka ka ndodhur me shokun ton. Po ja që po shkoj. Edhe shkon tek Ummu Gjemil. Edhe i thot më ka thënë Ebu Bekri, djali jam, me të pyet se çka ka ndodhur me Muhamedin. Normalisht kjo ka qenë jo besimtare. Ummu Gjemil thot nuk e njoh as Muhamedin as Ebu Bekrin. Pse e thot këtë fjalë? Jo që nuk i ka njoft. E thot për arsye se kur ka kuptuar se është bërë shumë e madhe që e kanë rraf Ebu Bekrin kaq tepër. Edhe pendjeshmërisë njerëzore ka thonë ndoshta i kanë bërë presion nonës Ebu Bekrit kabilja me shku me marrë vesh për Muhamedin që mu hakmon ndaj Muhamedit. Edhe s'ka dash me fol kur gja për gjendjen se si është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë nuk e njoh as Ebu Bekrin as Muhamedin. Pra unë jam më e shtyrë në moshë, si njoh, ata janë tri për mua. Shkon Allahu kur don me mbrojt robin e vet, e mbron edhe me jo besimtarë. Atëherë nona Ebu Bekrit stepet, s'merr përgjigje, ajo po thotë s'di kur gja, çka më bë hesht. Kur e kupton që kjo po hesht, e kupton se nonën e kupton.
E kupton që nuk ka ardhur me prapavit keqe. I thot, a din çka? Hajde thot po shkojmë na të dyja te djali yt, si thot te Ebu Bekri, po i thot te djali yt që më prek në zemër. Domthon mja aktivizuar ndjeshmërinë prej një nane. E ta shohim si e ka gjendjen se kjo është më me rëndësi tash. Me rëndësi është me shpëtu Ebu Bekri, me rëndësi është më u rikthyej në jetën e përditshme. Edhe kur shkojnë te Ebu Bekri, kjo don me e vërtetu që Ebu Bekri është të lyp që të haber, që të lajm për Muhamedit, se a është mirë apo nuk është mirë. Momentin që futet Ummu Xhemila dhe Ummul Khair, Ebu Bekri vetëm i hap syt. Momentin që e sheh i thot, "Madha fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Thot, çka ka bë pejgamberi i Zotit, si është gjendja me to, si ka situatën. Atëherë kjo e kupton që për një mend e pas ka dërguar Ebu Bekri edhe çështja qenka e sinqertë dhe serioze. I thot, ai është shëndosh e mirë. Por kur e shesin çfarë gjendje është Ebu Bekri, që nuk po i dallohet fytyra, nuk po njihet prej ëndjes madhe që i ka përjetu, gjaku i madh që po i rrjedh në përplag. Atëre njerëzishme dhe të natyrshme thot, pasha Allahun, edhe pse ka qenë një ditare, thot pasha Allahun, ata njerëz që ty ta kanë bërë kët, thot janë njerëzit më të prishur, edhe e lut Allahun me marr hakën ta për ty. Cili është mësimi këtu? Mësimi është që nëse njerëzit nuk i lidh feja, spaku do të më lidh njerëzillëku. Do të më lidh njerëzillëku se njerëz jemi. Edhe pse nuk ka faktor, edhe nuk ka fuqi më të madhe që duhet më i lidh rob mes vetes se sa feja. Por ja që disa njerëz nuk i lidh as feja, fatkeqësisht. Atëherë më e pakta që duhet më nga lidhë është njerëzillëku. Kur e shohim një njeri që padrejtisht po rrihet, po keq trajtohet, vetëm se po thot Rabbi Allah, Zoti im është Allahu. Çfarë do të më bë? Me ka do të më pozicionu? Jo musliman, do të më pozicionu me musliman, me drejtën. Sa ata nuk kanë bërë krim, thjesht kanë thirr me besu në Zotin një. E kjo idhujtare, këtë rast Ummu Xhemil, pe natyrshmërisë ka thonë vallahi që ata që ty ta kanë bërë që gjendje, ta kanë shkaktuar këtë gjendje ata njerëzit më të prishur, janë njerëz devijum. E lut Allahun me marr hakën ta për ty. Pastaj Ebu Bekri nuk qetësohet, nuk pranon me hangër, nuk pranon me pi. Thot, më çoni tek Muhamedi. I thot, ku është ai tash? Thot, është në shtëpinë e El-Arqam ibn Abil Arqam. Sahabiu i nderuar që kemi folë shumë më herët për të. Thot, hajde merrni edhe më çoni, se s'ka pas forcë vetë mu çu. I thot Ummu Xhemil, prit pak. A ke harru se si është situata? A din që ka në gjendje me të bëhat aty? Let hy nata, let ersohet nata, pastaj kemi më atlet edhe shkojmë, edhe shojmë. Me gjithë se gjendje nuk e ketë mirë. Pranon Ebu Bekri se ideja ishte e mençur. Kur hyn nata, në njërin krah e mban nana vet Ummul Khair, në krahun tjetër e mban Ummu Xhemil. Edhe shikoni përkundër gjendjes shëndetësore të ligë që e ka pas, çka e ka bë mu çun kam? Dashuria për Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë pothuajse e pamundur, njëri që sapo është këndell për alivanosjes. Gjak në katër anët e trupit të tij, i ajtur prej dajakut, për rrahjes madhe, i sëllodhur për dhimbjeve të mëdha, edhe është ngrit, me zor është ngrit, me vullnet që me e pa Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. E kanë ka për krash edhe e kanë dërgu. Momentin që e ka pa pejgamberin e dashur, Ebu Bekri, pe gëzimit madh që e ka pa që është shëndosh e mirë, i është vërsul me përqafim, pa e puth në ballë, pa e puth në dur. Aq tepër e ka dash shokun e tij, edhe pejgamberin e dashur, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk ka dash milion hapësirë me pyet, se kur e ka pa çfarë gjendje është. Pejgamberi i dashur Ebu Bekri normalisht nuk është ndih mirë. E ka pas shokun më të mirë. Për të ka thënë sikur të kishte pejgamber pas meja, i do të ishte Ebu Bekri. Ka njëri me vlera ka qenë, radhiyallahu anhu. Po mos milion hapësirë me pyet për gjendjen e Ebu Bekrit, ka thonë ja Rasulullah, un jam shumë mirë për pos saj që po më shohësh mua në trup. S'kam kur gjë. Pra shtirë sikur s'ka kur gjë. Edhe pse ka qenë i dërmuar pe torturave. Edhe më një herë ka kaluar në temë tjetër. Çai ka thonë? Ka thonë ja Rasulullah, me mua është nana ime, Ummul Khairi. Ajo është shumë e kujdesshme ndaj meje, është shumë e sjellshme me mua. Qëllimisht e ka prek ku ka dëshirë pejgamberi Allah, sepse Abu Bekrin e ka dashur shumë. Edhe ja ka përmend vlerën e nënës vet, që është shumë e kujdesshme sidomos ndaj meje, që un jam i dashur yt. Thot, bën dua tek Allahu
me pranu islamin, edhe thirrën islam, në mënyrë që Allah ta shpëtoi nga zjarri i xhenemit. Shikoni kujdesin e Ebu Bekrit për me shpëtu nanën e vet nga zjarri i xhenemit. Përkundër dhimbjeve, përkundër gjendjes që e ka pas, nuk ka mendu për vete, ka mendu për nanën e vet, e ka shfrytzuar rastin. Kështu të me mendu dhe na për ata që i kemi të afërt, nëse nuk janë të udhëzuar, duhet më bësh shkak për udhëzimin e tyre, me shfrytzuar çdo situatë, çdo moment. Mos më anashkalu asnjë moment vetëm që ata mi pa në rrugë të Allahut madhrishëm. Ne fatmirësisht gjithë jemi muslimanë, alhamdulillah. Rrallë mund të provu dikush me një jo musliman në familje, por shumica janë musliman emra, nuk i kenë praktik. Sa për tyre falen, sa për tyre agjerojnë, sa për tyre japin zekatin. Neve në atakon mu bo shkak. Prandaj duhet mi shfrytzu këto situata të vëllitshme të udhëzimit të familjarëve tanë, por edhe të rrethin përgjithësi, të shoqërisë, e kështu me radhë. Edhe i thot, ja Rasulullah, lutu për nanën time edhe ftoje në islam. Edhe kështu bën pejgamberi Allahut. E fton në islam nanën e Abu Bekrit, edhe lutet për udhëzimin e saj, edhe në moment e pranon islamin. Elhamdulillah. Pasi që e merr veten pak Abu Bekri, normalisht tash kjo çështje është bërë madhe. Ligjëruesi i parë prej sahabëve që ka dalë publikisht ka thirrë në islam është Abu Bekri. Khatibi i parë. E tash kur është bërë kjo çështje shumë e madhe, nga frika e madhe që tash po marrin guxime edhe të tjerë, po thrasin publikisht në islam, ju kanë hyrë marrë me rënd gjithë muslimanëve, edhe i kanë rraf. Ku i kanë gjetë? Secila kabilet vet. I kanë marrë, i kanë tërheqë zvarr, i kanë rraf. Shumicën prej tyre i kanë rraf në mejdan, në publik, që me marrë mësim tjertë, me i friksu tjertë që janë në dilema me pranu islamin a mos me pranu islamin. E me i friksu mos me pranu islamin. E kur dele Abu Bekri në mejdan, edhe në ato momente e she Umeje bin Khalef. Umeje bin Khalef ka qenë pranari i Bilalit. Ju e dini mirë që atër ka pas sklever, ka pas robër, pra njerëzit janë shitë si prona. E Bilali ka qenë pron, sklava për rob i Umeje ibn Khalef. E në kulmin e torturës që ja bënte Umeje Bilalit, vetëm se e ka pranu islamin, fjanë Abu Bekri. Në ato momente Umeje ja kishte vendos një gur të madh në gjoks Bilalit edhe po e shtypte, pe a thënë të brinjt, vetëm ai me thonë që Zoti nuk është Allahu, por janë zotrat tanë. E Bilali çfarë thonte? Ahadun ahad, një dhe i vetëm Allahu është Zot, s'ka zot tjetër. Transmetimet tregojnë që prej torturave të mëdha, krejt sahabit janë dërzu, përpos Bilalit. Ai nuk është dërzu. Edhe pse në ato momente e kanë pas lejuar me thonë me gojë, jo me zemër, me mohu Zotin, me mohu Islamin, me mohu pejgamberin e Muhammed Mustafa. Ja u ka lejuar Allahu ma jetë Kuranit, sepse kur është pyetje jeta, ka përparësi shpëtimi i jetës, por duke ruajtur imanin në zemër. Pra jo kufër me zemër, po kufër me gojë me po. Bilali s'ka pranu, me ditë që ka me vra, ka me prej, ka me sakatu, nuk ka pranu. Ka thonë ahadun ahad. Qatë Bilal që e merrnin mushrikët e Mekës, ja u jepnin fëmijëve, e lidhnin në fal një shprehje si qenin edhe të rishnin zvarr. Krejt fëmijët e lagjës e kanë marrë dhe e kanë ngrejë sa kanë mujt zvarr për tokë, në për lagje, në për fusha. E ai thonte ahadun ahad, i përgjakun ahadun ahad, Zoti është një, Zoti është një. Shoni çka kanë përjetu musliman. E Abu Bekri në ato momente po i vjen te koka edhe po i thot Umejes, o Umeje, si nuk ke frikë Zotin, çka je të i bë këtij djali? Si nuk ndalesh me mendu e nuk ke frikë Zotin çka je të i bë? Thot, unë e kam një rob të zi që është shumë më i fuqishëm se ky. Edhe është shumë më i lidhur në fenë tënde se sa çdo kusht tjetër. Pra është idhujtar sikur se ti. Apo i ndrojmë, ma jep mu Bilalin, unë po ta jap atë. Atëherë ky nalet, se ata çdo gjë i kanë marrë me materializëm, me parë. Atë nalet thot, unë mos s'kam dobi pe këtij. Ky u ka bë musliman, çat shumë e kam rraf sa që mos smuj më apo hajrin këtij, ky pala pshton mo. Okej, thot pindrojna. Edhe i ndrojnë. Një transmetim tjetër thot, e ka ble me 8 kg ari. 8 kg ari ja ka dhon Ebu Bekri, se ka qenë i pasur, ja ka marrë Bilalin. Kush e bën sot? Kush i jep sot 8 kg ari për me pështu dikën, me pështu jetën? Kush e jep? Vallahi problem. Edhe këtë ka thonë, pra, në qefin më të madh Ebu Bekri. Ku s'ka pas nevojë me bëni gjë të tillë. E ka bërë për hir të Allahut, jo vetëm këtë. Ka liru sa më shumë që ka mujt. Një peshkaqeve që është çrrënjos, sllavoria, robëria asaj kohe ka qenë pikërisht Ebu Bekri,
i cili krahas Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam ka liru robër sa më shumë, i ka blej, i ka liru. Edhe atë shumë ka liru, sa që baba e vet i ka thonë, o Ebu Bekër, ketë në rregull që po i liron në robë ti. Po jetu i liru do qyqana, jetu i liru do të varfër, jetu i liru do njerë që s'ja ushe hajrin, bile liroj do të furë që janë, do të fuqishëm që nëse të sulmon dikush ata të mbrojnë. Ebu Bekri thot, radiallahu anhu, si pas një transmitimi, thot, unë nuk po i liroj ata me mbrojt mu, unë po i liroj për hir të Allahut madhërishëm. Një transmitim tjetër thot, inna ma erat, ma erat, unë e kam arrit ato që e kam synu. Pra, nuk është në pyetje se a përfitojnë për tyre apo nuk përfitojnë për tyre, në pyetje është që unë i kam liru ata për hir të Allahut. Allahu i ka zbrit disa ajete të Kuranit, surës El-Lejl, ku thot, fa amma men ata wa taqa, sa i përket atij që jep dhe bëhet i devotshëm, wa saddaqa bil husna, edhe e vërteton bindshëm më të mirën e mundshme, fasanuyassiruhu lil yusra, na do t'ia lehtësojmë atij rrugën. Pra, do ta përgatisim për më të lehtën. Wa amma men kadhaba wa amma man bakhila wastaghna, ndërkaq ai që tregohet koprac, edhe i pavarur, ai që mburret dhe thotë unë s'kam nevojë për askë vetëm se ka pasuri, wa kadhaba bil husna, edhe përgënjeshtron më të mirën e mundshme, fasanuyassiruhu lil usra, ne do ta përgatisim për më të vështirën. Pra do t'ia lehtësojmë rrugën për më të vështirën e mundshme. وما يغني عنه ماله إذا تردى, atinu do t'i bëj dobi fare pasuria ati kur të tretet, kur të shkoj tek Allahu i Madhërisht. Çfarë i bën dobi pasuria? Asgjë. Pastaj Allahu vazhdon e thot: Inna alejna lal huda, neve na takon udhëzimi, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dhe ne jemi pronar edhe të fundit, botës përtejme edhe të botës sotme, dunjas edhe të ahiretit pra. Edhe thot Allahu i Madhërisht, ai që jep, e që këtë ras është fjala për Ebu Bekrin. Në fundët e ajetit thot, ai që jep edhe tregohet i devotshëm, këtë Allahu e shpëton nga zjarri i xhenemit. Këtë e ruan Allahu nga zjarri i xhenemit. E ka quajtur Allahu Ebu Bekrin el-Etqa, më i devotshmi. Ai që e ka merituar me shpëtu Allahu nga dynjaja, nga zjarri i xhenemit. Kjo është përgjithsisht ajo që kanë përjetuar disa prej sahabëve, që në këtë rast Ebu Bekri dhe Bilali shquhen si figurat më të persekutuara, më të torturuara, vetëm se kanë thirrë për në rrugën e Allahut Madhërisht publikisht. Për të tjera figura kryesisht do të flasin për femra, për mos më hyn hak, edhe më u tregu gjithëve se Islami i vlerëson shumë edhe kontributet e femrave, do të vazhdojmë javën e ardhshme inshallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.